Më jepni një dhimbje, t'u jap një kryevepër. Jetonte një molusk i vogël dhe i bukur në thellësinë e errët të oqeanit. Ai qëndronte mbi rër me guaskat e veta të hapura, në pritje të ushqimit. Në atë çast, pranë tij kaloi një peshk më i madh se ai, i cili për shkak të shpejtësisë ngriti një valë rëre përreth. Menjëherë, molusku mbylli guaskat e tij për të mos lejuar papastërtitë të deportojnë brenda, por një kokër rëre arriti të hyjë. Guaskat ishin mbyllur pasi rëra kishte zënë vend brenda. Të gjithë ne e dim se ai urrejnë molusqet papastërtitë brenda vetes, sidomos atë rërën e ashpër, e cila ja nxin jetën dhe e pengon në kryerjen e funksioneve të saj të përditshme. Sigurisht molusku u mërzit shumë nga kjo gjëm që i kishte rënë mbi kokë, por kjo mërzi nuk i zgjidhte asnjë punë. Prandaj dhe vendosi të bëjë diçka të dobishme dhe pozitive. Menjëherë, disa qeliza të posaçme u vunë në aktivitet edhe filluan të prodhojnë një lëndë të bardhë plot shkëlqim, me të cilën e rrethonin kokrën e rërës. Me kalimin e kohës, kjo kokër rëre shndrohet në një perle dhe margaritar të çmuar. Nga një problem që i rrezikonte seriozisht jetën, ky butak apo molusk krijoi një gur të çmuar, një kryevepër. Nëse Zoti e paska pajisur këtë butak edhe molusk të vocur me mekanizma dhe mjete, me të cilat përballet edhe triumfon ndaj vështirësive dhe vuajtjeve të jetës, ç'mund të themi për njeriu, të cilin e ka favorizuar dhe privilegjuar ndaj të gjitha krijesave të tjera, duke i besuar përgjegjësinë e mbarvajtjes së jetës në tokë. Nëse një guask e vogël dhe e harruar në errësirat e oqeaneve të thellë, e shndroka dhimbjen në një kryevepër, si është e mundur që ti o njeri me gjithë këto kapacitete fizike dhe mendore të bie shpreh e demoralizimit? Mos lejo të bësh një jetë çfarëdo, thjesht të plotësosh nevojat e tua fiziologjike dhe kaq. Caktoi vetes një mision edhe një mesazh në jetë, për të cilin do të punosh derisa ta realizosh. Dije se çdo njeri që i vë vetes një qëllim në jetë dhe bën çmos për ta realizuar, Zoti do e pajis me aftësi, edhe do ja mundsoj realizimin e tij. Mbushu plot shpresë në rrugët e tua të jetës. Mbështetu tek Zoti dhe bëj ç'është e mundur që ëndrrën tënde ta shohësh të përmbushur. Edhe nëse dështon, dije se nuk është turp të dështosh, por turp është ta shohësh dështimin si fundin e gjithçkaje. Dështimi është thjesht një testim dhe jo fundi. Ki besim tek Zoti, ki besim tek vetja dhe aftësitë e tua. Ki e parasysh se ai që ka besim është ai që hedh hapa gjithmonë përpara. Nëse kapiteni i anijes nuk do të kishte besim në aftësitë e anijes para rrebeshit dhe aftësitë e tij për të manovruar në kohë të këqija, nuk do të bënte dot para, qoftë edhe 1 milje. Merr vendimin që tani se do të ndryshosh jetën dhe se shpresën do e kesh gjithmonë para syve.